Mateo, po kam përshtypjen se del Miri edhe Selin Krevati që ditën e parë, kështu që Dhe kush fiton? Në podio është Selin edhe Miri dhe fiton Selin. E fiton Selin. Mirë, jo, është ndrit Bekena nuk kam nevojë. Unë I kam gjetur të 4 fituesit e Big Brother VIP, që në 1, 2, 3, 4 dhe edhe këte kam të vdekur 100%. Po ku I ke gjetur ti se ajo video me I kam gjetur, I kam me video unë, more. I kam me video, Eglën sa gjeta që u çmenda. Po e di pra. Po të mos fiton të Egla, do më kështë sharë mua atëre. Jo. Shpejt I lirë. Tani e 100% fiton Selin. E kam shumë, bindje. 100% që fiton Selin, kjo. Prikenis do shta nuk I vjen se do Mateo, po do ta stërvit që fiton Selin. Ska, shiko, Bekena do të fiton të vetë pas. Guzua për shumë vjetë, jemi mirë për mod. Ja këtoj, guzua, e shqyqyr ku na gjeti mirë. Bobo, ne do shihemi të shtunën tjetër, por të hënën do shihemi me Ferman. Por pas një jave dhe dohet hera jo në fundit me Big Brother, por kemi dhe 2 post Big Brother, pra me Bigun do shihemi hera fundit të shtunën, pastaj kemi dhe 2 ekstra, pra dhe 3 herë, një matematike thjesht një po është ora 24 dhe trasha. Fjala më doli që do ishte Rogerti në finale. Faktikisht këtë kaçë kisha parë, thjesht isha në dyshim midis Mateos dhe Brikenës. Por anyway. Ne kemi ardhur në fund të kësaj gjysmë finale, duke falenderuar ish banorët që ishin me ne në studio, faleminderit shumë, Monikën, Arbrin. Një takim në një super finale, të cilën po mundohemi të gjithë të bëjmë më të mirën edhe ta shijojmë më së shumti në krye të një sezoni I cili na ka bërë të ridashurohemi edhe një herë pas këtij formati kaq të dashur për publikun. Përpara se ta mbyll, dua t'ju lë me fjalët e një personazhi të luajtur mjeshtërisht nga Kadri Roshi, I cili thoshte është e lehtë të vrasësh me top, po të shijon më shumë kur vret me pambuk. Natën e mirë dhe paçi fat. Natën e mirë yje, shihemi kur do. Podio, do të thotë. Dhe fiton Rogerti. Është e lehtë të vrasësh me top, po të shijon më shumë kur vret me pambuk. Mënyra ime është për të vrarë me pambuk. Në momentin kur unë vras një person me pambuk, ai ka vujt shumë më shumë se sa një plumë. Ua, shturari gjumit me gra tani, do flejmë pak gjumi. Do të flejmë gjumë tani, shturari gjumit. Natën e mirë.